Të nderuar shikues, jemi përsëris së bashku, jemi në pushimin e ndeshjes Vllaznia Dinamo 0-0 pjesa e parë. Në këtë moment kam tu pranë mikrofonit Lazar Matin, presidentin e klubit të futbollit Vllaznia, një skuadër tashmë absolute e cila luan nesër finalen, gjysmëfinalen e parë me ekipin e Gamshit në transferte. Matia, 0-0 pjesa e parë. Ju e ndiqni shumë afër Vllazninë e Meshkujve, gjithsesi duke pas parasysh edhe bashkëpunimin e afërt që keni me kolegun tuaj Alban Xhaferi. Është një ndeshje shumë e rëndësishme, një ndeshje që përcakton shumë për vazhdimsinë e ekipit ndaj titullit kampion. Është një ndeshje që me çdo kush Vllaznia do ta fitojë. Dhe duhet ta fitojë, megjithëse pjesë e parë dominuar nga ekipi jon, por me raste të humora, duket ekipi pak konfuz nga ajo dëshira e madhe për shkute të shënimi golit, për shkute rezultati, përballë një Dinamo që vetëm mbrahet edhe kundër sulmon, normalisht e vështirë për të qarë dhe për të arritur të shënimin e golit, por mendoj me ata që pamë në pjesën e parë dhe dëshirën e ekipit, pak më me qetësi ekipi të shkojnë te goli edhe të ta zgjidhin rezultatin. Kjo ndeshje gjithsesi duhet fituar nga ekipi jon, sepse edhe loja, edhe objektivat për ekipin tonë janë mallore, kështu që mendoj në pjesën e dytë duhet bëjnë çfarë që ta zgjidhin rezultatin. Po shikoj në këtë moment tek sa ju po flisni për mikrofonin ton, po bëhet gati të nis pjesa e dytë dhe Dinamo realizoi dy ndrime në këtë moment dhe priste që edhe tek Vllaznia të ketë ndonjë lëvizje dhe sidomos për Kevin Dodan që publiku e pret të jetë në fushë, se gjithmonë sa herë është aktivizuar e ka ndryshuar situatën për mirë. Po mendoj në pjesën e sulmit Vllaznia ka të domosdoshme edhe për objektivin që ka që të ndeshin të bëjnë lëvizjen sulm, sepse po çalon tek finalizimi. Kishim raste, madje edhe raste të pastra, dhe mendoj që finalizimi po mungon. Vllaznia ka edhe lojtar për tilla situata. Mendoj që gjatë minutave do të shohim ndoshta Dodon ose në lojtar tjetër që do ta freskojnë, sidomos pjesën e ekipit në aspektin sulmues. Beson se do ta mbyll me fitore Vllaznia të betejë të parë të fazës finale? E vështirë sepse Dinamo po bëhet, po pret, nuk po sulmon, ndoshta edhe nga ato mungesa që i ka të lojtarëve, disa lojtarë kryesor, por me ata që pamë dhe me dëshirën dhe objektivat e Vllaznisë patjetër kjo ndeshje do të fitohet dhe mendoj që Vllaznia do ta fitojë ndeshjen. Dhe më herë me pas vinë dy betejë të tjera, Egnatia dhe sidomos Elbasani me 31 maj ku pritet superfinale. Për ne është shumë e rëndësishme kjo ndeshje, Vllaznia të fitojë këtë ndeshje. Shohim se çfarë ndodh në ndeshjet tjera, sepse edhe Elbasani me Egnatia nesër është një ndeshje shumë e rëndësishme për vazhdimsinë edhe të katërshes, por Vllaznia do të bëjnë punën e vet edhe Dinamo është ekipi që do t'i marrin pikë mendoj gjitha ekipet, kështu që ne do të marrim pikë Dinamo se të shohim ndeshjen me Egnatin. Përfitojmë nga rasti për të uspostuar tek futbolli i femrave, aty ku Lazar Matia është absolut i Shqipërisë se 12 titull kampion radhazi dhe nesër dhe këtë sezon pret të fitojë titullin e 13. Por nesër fillon faza finale dhe gjysmëfinale e parë është transfert me Gramshin, luhet në kryeqytet në kompleksin sportiv Arbana. Po, këto janë ditë e Final Fourit për djemra dhe për vajza. Sot i urojmë që të fitojmë Vllaznia ta mbylli mirë këtë fundjavë. Nesër është ekipi vajzave me Gramshin në Tiranë, ndeshja luhet në Arban. Mendoj që janë të qartë objektivat e ekipit tonë, sepse ekipi ka treguar gjatë gjithë sezonit me gjitha ekipet që ka fituar gjitha ndeshjet vetëm një barazim me golavrazh me diferenca shumë mëdha. Mendojmë që kemi ekipin në top formë dhe nuk do të diskutojmë, por gjithsesi është Final Four, ndeshjet ndryshojnë, nuk është si në javët e kampionatit, kjo ndeshje që krijojnë shumë problematika nëse ndeshjen e parë nuk e zgjidh ose dështon, edhe ndeshja e parë mendoj shumë e rëndësishme nesër, por herë të shohim se si po del ekipi i Vllaznisë së Meshkujve që të kenë edhe nesër motiv akoma më tepër që të arrijë. Duke qëndruar tek femrat ajo çfarë bën më tepër përshtypje, ndryshe nga formula e fazës finale për Meshkuj ku përgjysmojnë piket, tek femrat zerohen. Edhe pse Vllaznia e ka mbyllur kampionatin me diferencë të madhe pikësh nga rivalet. Sa ju dëmton kjo në aspektin moral? Po të hiqin pikë që ki fituar gjatë gjithë kampionatit, pak pa sens është, inshallah nuk i shkon mendje me na hek edhe në pikë minus. Edhe aty do të tentojmë me marr kampionatin. Formula kjo është, ne do të respektojmë formulën e kampionatit, edhe me këtë formulën e prep objektivat janë qarta vetëm kampion. Ishim me Lazar Matin, presidentin e klubit të futbollit femra Vllaznia, analizoi pjesën e parë të ndeshjes Vllaznia Dinamo, barazim 0-0, pjesa e parë dhe i bëri një panoramë dhe prag ndeshjes që luhet nesër në orën 15 në kryeqytet Gramshin Vllaznia, gjysmëfinalja e parë e fazës finale të futbollit për femra. Faleminderit Matia.